Që të bashkëbisedoj me musafirën time të radhës, me mua këtu afër është Blerta Ferizi Kastrati, e cila është psikologe klinike. Do të flasim për trurin dhe më saktësisht do të ndalemi tek një terapi e cila është zbuluar kohëve të fundit dhe po praktikohet tashmë edhe në vendin tonë. Për çfarë bëhet fjalë, do ta ndjekim së bashku në bisedën në vazhdim. Blerta, mirë se vjen. Mirë se jeta. Faleminderit që je këtu. Zakonisht me aq sa kam informacione, truri është njëri prej organeve që është studiuar më së shumti, por është më pak i njohur. Dhe duke pasur shumë intervista me musafirë të tjerë, qoftë psikolog, qoftë edhe personazhe nga fusha të ndryshme, ka fillu të ndryshoj pak a shumë mendimi i të shkuarit tek psikologu, po jo edhe aq sa duhet. Çështja të shkuarit te psikologu në vendin tonë në përgjithësi nuk është prej elementeve shumë të lehta, pavarësisht pse kohëve të fundit ka ndryshime në këtë drejtim. Për gjithë karrierës time që 16 vite që punoj në fushën e psikologjisë, ka dallime dhe diferenca të mëdha prej atëherë me tash, ka fillu stigma të largohet, mirë po ende nuk është ai vetëdijsimi që me të vërtet psikologu ka me të ndihmu me te kalimin e një vështirësie aktuale në të cilën je, qoftë nëse ka një bazë në të kaluarën apo është diçka që ti e ke përjetu aktualisht edhe po ta vështirëson jetën. Pavarësisht këtyre elementeve të vogla që kemi ndryshime, mirë po ende ka nevojë që të ndryshohet edhe të lubohet në këtë drejtim, të flitet të gjeneratat e reja për rëndësinë e psikologut edhe shërbimeve psikologjike, të bëhet diferenca psikologë dhe psikiatër, se ende është ajo pjesa ku thuhet për shka me shkuën e të psikologu se s'jam smut. Në fakt, të gjithë njerëzit të shnohë që marrin guximin edhe vullnetin me ndihmu vetit përmes psikologut, se i smuti ka vendin mandej me shërbime tjera, me medikamente dhe gjana që i ofron mjekësia. Sa i përket pjesës së zhvillimit trurit, truri pavarësisht sa i mistershëm është, na jep gjatë gjithë kohës elemente që na bën me kuptu se çka është ka ndodhur në organizmin tonë. Truni gjatë gjithë kohës kur na ballafaqohemi me situata të vështira ose kur na ndikohemi për një të kaluare tonë të vështirë, na jep lajme dhe sinjale në organizmin tonë. Na jep sinjale në lokth, na jep sinjale në lëkurë, na jep sinjale në dhimbje të ndryshme akute që i kalojmë gjatë ditës. Pra është organ i cili i jep simptomat e veta, komunikon, jep gjatë gjithë kohës, komunikim, edhe jep gjatë gjithë kohës sinjale që na të dim ku mu referu dhe mi ndihmu vetes, na vjen një vigjilencë lehtë dhe e vogël, vetëm pak një reflektim të vetja që më pas se diçka nuk është ka funksionan. E vërtet. Ne do të flasim sot për një terapi e cila e thash pak më herët, që është zbuluar së fundmi dhe ka filluar të praktikohet edhe në vendin tonë. Juve veç keni përfunduar dhe jeni licencuar pikërisht për ta realizuar këtë terapi, po gjithsesi përpara se të kalojmë tek kjo, të mundohemi të kuptojmë pak më mirë funksionin e trurit në trupin tonë. Ti e përmende pak a shumë se si komunikon me ne, po gjithsesi nuk është se kemi diskutuar pikërisht për funksionin e tij më të gjerë. Truni si organ më i veçantë i organizmit mban peshë në gjithë trupit tonë dhe mban përgjegjësi për çdo veprimtari që individi realizon gjatë gjithë përditshmërisë së vet. Gjithçka e jona është e lidhur komplet të pjesa trunit në formën tonë të pavetdijshme. Qoftë lëvizjet tona, qoftë pjesa jonë e komunikimit, sidomos BWRT-ja ka vërtetu, do thotë është terapi e cila ka vërtetu se truni jonë është në 1/3 e sekondës i vetdijshëm para se ne të reagojmë. Pra e gjithë kjo e bën të ditur se na jemi individ që veprojmë lirshëm, mirë po para se të arrihet vetdia jonë në gjendjen aktuale ku na veprojmë. Kjo është pjesë që na gjatë gjithë kohës, për shembull kur jemi në punë me njerëzit që i referon një mjek ose një specialist i fushës së mjekësisë, kryesisht janë elementet që paraqiten të dhimbjes lukthit, se është organi i parë që atakohet prej shqetësimeve dhe prej veprimeve që truni identifikon te individi. Bëhen të gjitha ekzamenimet, bëhen të gjitha analizat, mirë po prapë personi vazhdon me pas dhimbje të lukthit. Mandej vjen pjesa që nuk është kurrë organike, por gjithçka prej mendjes edhe prej trunit që jep elemente dhe jep sinjale në organizmin e njerit. Pra si organ kompleks, na jep gjatë gjithë kohës, ajo është kompleks në vetën e vetë, po me neve gjatë gjithë kohës komunikon dhe na jep shenja që na muj me vepru dhe si muj me vepru. Si erdhi ideja për të mësuar më shumë dhe për të marrë këtë lloj terapie për ta sjellur në Kosovë? Edhe përpara se dalim te kjo pjesë, ndoshta na tregon fillimisht për terapinë dhe për çfarë dhe kujt do t'i shërbej në një të ardhmen të afërt.
BWRT është Brain Working Recursive Therapy, është një terapi që ka fillu veprimtarinë e saj konkrete në vitet 2013 në Angli, në institutin dhe Terence Watts. Dhe Terence Watts Institut është, do thot, vetë Terence ai i cili e ka bërë zbulimin e kësaj terapie. Fillimisht ka qenë ideja e një terapie të punës online, po gradualisht gjatë aplikimit është vrejt se sa e rëndësishme është edhe se funksioni i saj është i njëjtë edhe në seancat fizike, kështu që ka gjetë aplikim dhe është duke u zgjeruar në të gjithë botën. Gjatë kohës që kjo terapi është komplet neuroshkencore, është terapi e cila jep rezultate të shpejta dhe brenda seancës, punohet komplet në pjesën limfatike të trurit, aty ku emocionet tona e kanë bazën edhe formën e vetë të reagimit. Gjatë asaj kohe kur ne punojmë, i ndihmohet individit që të bëj riprogramimin e ndjesive të veta emocionale. Për shembull, kur na përjetojmë një situatë të rëndë stresuese që na përcjell në jetë, truri jonë e bën kodimin e atij emocioni. Edhe vazhdimisht kur ti ki situata të tilla në jetë, të ngjajshme, po. Të ngjajshme, edhe ajo të godet me kodin e vet që truni ja jep automatikisht. Na çka bëjmë? E bëjmë një rikodim të këtij emocioni. Që do të thotë se nëse është një ngjarje shumë e rëndë traumatike, ose nëse është një emocion shumë i vështirë, ose nëse është një ngjarje jetësore që ty ta ka vështirësu jetën, atëherë aty bëhet instalimi i informatës re, që fijet neuronale nuk e marrin kodin e vjetër, po marrin instalimin e informatës re. E gjithë kjo bëhet në një proces brenda një seance për një ngjarje të caktuar. Gjatë gjithë kohës klienti është i vetëdijshëm edhe është duke punuar me mendimet e veta në formë komanduese prej terapistit. Është komplet terapi inovative edhe bën diferencë të madhe prej terapive tjera që janë përdorur deri tash për faktin se e vren rezultatin brenda seancës. Kjo nuk mundet me ndodh vetëm nëse personi shkon në terapi të dikush vetëm për hatër të nanës, ose për hatër të shoqes, ose i ka bë asaj mirë mban edhe mu, nëse nuk është i përgatitur me ndihmu vetes edhe nëse nuk përfshihet në seancë, nuk mundesh me ndihmu. Përndryshe nëse vjen me vullnetin e lirë dhe është i gatshëm që me ndihmu vetes për një ndryshim edhe lehtësim emocional, qoftë ankthit, qoftë gjitha çrregullimeve, atëherë kam i vrejt rezultatin brenda seancës. Dhe si funksionon? Si ndodh ky dekodimi apo kodimi i ri? Terapia në vete ndahet në disa nivele, ndahet në 3 nivele. Është niveli i parë, i cili punon kryesisht me ankthet, me fobit, me gjendjet emocionale, punon me elemente më të thjeshta. Depresioni përfshihet? Depresioni, a përfshihet? Po, përfshihet edhe depresioni te niveli i parë. Mandej te niveli i dytë vazhdojnë çrregullimet më të rënda, që janë stresi posttraumatik, janë çrregullimet e varfshmërive, do thotë të gjitha çrregullimet që hyjnë në vlerësimet e DSM-5-s janë tek niveli i dytë. Edhe gjatë kohës kur ti punon me klientin si terapi në vete përmban shumë protokole. Varësisht prej nevojave të klientit edhe prej intervistës që na identifikojmë pikat, atëherë bëhet edhe plani punës edhe përdoren protokole të ndërhyrëse. Edhe një element shumë i rëndësishëm që vlen të ceket është se gjatë kohës kur intervistohet klienti, gjatë asaj periudhe nuk ki nevojë shumë të rikthehesh në traumen, në ngjarjen traumatike që është përjetu, në humbjen që e ki pas ose në historinë që të ka ndodhur. Përmendet si element, për shembull përmendet një vdekje, përmendet një abuzim seksual, përmendet një abort, përmendet një ndarje prej të dashurit, do thot vetëm si element. Ka raste për shembull që ti nuk ki nevojë me hi shumë në sekretin tënd. Është njëna prej terapive që ju shërben shumë edhe VIP-ve dhe politikanëve që nuk e kanë guximin as me psikologun edhe nuk e kanë besën t'i ndajin ato pjesët e veta personale, do thotë ti mundesh me punu me vështirësinë tone pa e bë publike as te psikologu. Interesante. Kjo shkon në formë të ndonjë mekanizmi apo është thjesht komunikim me profesionistin? Pas intervistës që realizohet në seancën e parë, atëherë vazhdohet vetëm komunikim në mes të klientit edhe terapistit. Gjatë kohës së komunikimit është një proces i punës ku përdoret protokoli, edhe çajo është forma e punës që realizon seancën. Pra gjatë gjithë kohës klienti është i vetëdijshëm, është në qendër,
jipet prioritet situatës caktune, sikur që e thash më herët, në bazë të planit punës që e bën, atëherë përcaktohet edhe vështirësia me të cilën punohet, se është një lloj hierarkie që bëhet identifikimi ngjarjeve. Për çatë arsye bëhet identifikimi pikave në fillim me intervistë, mandej kur e bën planin e punës, identifikohen cilat janë më të vështirat edhe cilat duhet të trajtohen. Se si terapi, në përgjithësi, terapitë në psikologji kur punohet me shkaktarin, pasoja vetvete eliminohet. Kjo është më e theksuar te BWRT-ja, se kur punojmë me shkaktarin e mëhershëm, qoftë një traume, qoftë një vështirësi, e cila do qoftë ajo, mandej gradualisht gjendja aktuale vjen vetvete të stabilizu, se është pasojë e një ngjarje të mëhershme. Dhe e përmendëm pak më herët që efektet po rezultati mund të shihet që në seancën e parë. Po, gjatë kohës kur ti punon me klientin, edhe jemi tu punu një ngjarje, ta quajmë një abuzim seksual, që ka mujt me ndodhë dikujt për shembull në moshën 12 vjeçare, ku është ende në adoleshencë, ka fillu henez me u formu, nuk është i gatshëm. Edhe kur jemi tu e punu, gjatë kohës kur na punojmë, normal që emocionet janë shumë të forta te klienti, po gjatë aplikimit të protokollit, situata shkon të stabilizu, bëhet instalimi i informatës re, gjithçka bëhet përmes të menduarit vet klienti. Do thotë që kjo është arsyeja që terapia ka në qendër klientin. Ai vetë mirret me mendimin e vet, edhe mandej deri në fund të seancës, derisa të përfundon protokolli, derisa mendimi pozitiv bën instalimin e ri në trunin ton, atëherë në fund të seancës vetëm qetësohet gjendja emocionale dhe është stabile. Kur i pys klientat e me në fund të seancës se çysh po ndjesh, flet shumë fiziku gjatë gjithë procesit të terapisë, edhe është njëra prej elementeve tona që duhemi me qenë shumë të kujdesshëm me bëu matje se si pe protokolli, edhe mandej në fund vrehet edhe gjendja ati në ftyrë, po vrehet edhe prej fjalëve që din me bëj identifikimin se kur erdha dhe tash qysh jam shumë më i qetë. Mandej, mas çdo seance, mas çdo çështje që trajtohet, secilën herë gjendja brendshme emocionale shkon të u stabilizu. Pra ato shka punohen brenda seancës edhe rezultatet që vrehen, na e vrejmë kur ka pas efekte dhe kur jo. Kur klienti e konfirmon vetë është hala më mirë, se do të thotë e vërtetojmë tamam. Ajo që ka punohet brenda një procesi me BWRT është çështje që mbetet e përhershme, nuk ka kthim rapa. Këtu dashta dal në pyetjen e radhës, sepse pak më herët e thash, Truri, edhe pse është më i studiuar gjithmonë Din me na surprizu. Din me na surprizu edhe nesër mas nesër mund të jetë një seancë dhe thot, okay, përfundova këtë seancë, në rregull jam. Nuk i dihet çfarë mund ndodh mas një jave, mas 2 jave, mas 3 jave, mund të rikthehen mbrapa gjitha këto? Po, ki shumë të drejtë, se kjo është diferenca, për shembull, me terapi tjera, nëse punojmë me një abuzim seksual, po i referohemi prapë kësaj çështje, nëse punojmë me një abuzim seksual, me terapi tjera, nevojitet që ti të mirresh me këtë çështje 5-10, varësisht prej rëndësisë së situatës, derisa të mrim në pikën kulminante të trajtimit abuzimit. Kurse me BWRT-n, përveç intervistës e punon brenda seancës. Klienti është e vërtetë që mundet me thonë jam shumë mirë, se është shumë mirë realisht, edhe me hek dorë prej terapisë. Unë gjatë gjithë kohës edhe në intervista mundona me u bë me dije se na kena punu vetëm një element. Edhe truni jonë gjatë gjithë kohës goditet prej ngjarjeve tona të mëhershme. Për shembull, shumë shpesh kena raste kur zgjohemi në mëngjes edhe thu ku shka kam bërë shumë mirë kesh, se ki asnjë arsye të vetme pse e çu në çat gjendje depresive për gjumit, po është truni jonë që e merr një informat prej hiqit, që një histori shumë e hershme e jotja dhe goditet ta vështirëson jetën tonë aktuale. Mandej derisa ti stabilizohesh, të shkon një ditë pakës më e komplikuar në punë, e keni farë nervoze të mbrëmshme. Që kjo është arsye që duhet të trajtohen çështjet njëra mas tjetrës, me prioritete varësisht prej intervistës që janë identifiku, me prioritete punohen edhe gradualisht shkon situata të stabilizu. Po, unë gjithmonë bëj thirrje se terapia nuk duhet e bona një seancë jo mirë edhe që kaq. Edhe përfundoj. Po, unë mundona që me i përmbledh edhe me qenë shumë korrekte gjatë përpilimit planit punës, që me athjeshtësu shumë klientit, njëjtën kohë mi bë mundi mirë po mos me zgjat terapin, se e di që lodhen.
kjo lidhet prapë me pjesën e fillimit të bisedës kur tham se nuk është hala ajo vetëdijsimi që duhesh me shku në një periudhë afatgjate te psikologu derisa të përfundoni gjithë procesi. Është e rëndësishme që brenda një çështje vrehet rezultati në fund të seancës. Mirë po për një jetë tonën që e ki bo për shembull për 30 vjet. Mos prit që brenda 3 seancave ti ki me kalu gjithçka. Ti ki mu kon shumë mirë, ato çështjet që ai ki përfundu nuk kanë me tu kthy mrapa, mirë po ki elemente në vazhdimsi që duhesh mi stabilizu dhe duhesh me qenë mandej stabil me funksionimin tënd. Shka vjen e të ardhmen asnjëherë nuk muj mi ditë, ajo është çështje tjetër, mirë po ato shka kanë kalu që ngacmojnë trunin ton, ato punohen edhe nuk rikthehen asnjëherë. Kjo është fuqia magjike e BWRT-s. Dhe të diskutuam edhe njëherë, juve keni përfunduar licencën, apo si quhet? Po, unë kam përfundu nivelin e parë dhe të dytë. Pas përfundimit të nivelit parë, kalojmë provimin përmes ekzaminerëve anglez, edhe masi që të kemi përfundu këtë provim, atëherë bëhemi pjesë të institutit, edhe instituti na jep lejen e licencune që na ma apliku terapi në vendin ku na jetojmë edhe funksionojmë. Kështu që unë mas përfundimit të nivelit parë, kum posedu këtë licencë, edhe vazhdoj me edhe tash e sot me praktiku po, edhe mandej vazhdojnë me nivelin e dytë edhe kështu me radhë. Po mirë, pa dasht, gjithmonë duke ruajtur privatësinë e gjithë klientëve, cili ka qenë rezultati që juve keni pa duke zbatuar këtë trajtim në praktikë? Gjatë kohës kur kom fillu me punu, ka qenë shumë e rëndësishme, o shumë e theksune pa gjumësia të rritë që shfaqet, varshmërit, edhe o shumë e theksune ankthet. Sidomos tek adoleshent. Po adoleshenti tu e përjetu vetë gjendjen anktioze për cilë shumë të prindi vetë, edhe vje prindi me të apru fëmin, po vetë është ma siklet se sa fëmija. Edhe rezultatet ma të mdoja i kum vrejt në kohën kur kum arrit me leju fëmis me hy me një qendër tregtare që në të kaluar një ka zonë fryma. Kanë arrit me udhëtu me aeroplan që nuk kanë mujt me bo as udhëtime familjare, as kur gjo për shkak të frikës që kanë pas. Ka pas raste për shembull rramje në mësime, humbje e gjumit, janë kon elemente që i kam punu gjatë punës, pra janë të gjitha pjesët që kanë të bëj me nivelin e parë, kryesisht, kanë qenë që i kam punu deri tash. Mandej është pjesa tjetër e fobive, është pjesa tjetër e fobive sociale që është shumë e theksune edhe për cilët gjatë gjithë kohës me ankth. Për shembull, ta vështirëson jetën se nuk jenë gjendje me shku me bo pazarin për shtëpi, është gjithmonë një obligun dikush tjetër në familje, ta vështirëson çështjen e komunikimit se tu e pas fobinë sociale mandej fillojnë edhe frikra tjera, tutesh me najt vetëm në shtëpi, nuk din me tregu një arsyeja, po tutesh që po të hin dikush, jo, pse po tutesh nuk e di. Po janë të gjitha këto që fillimisht identifikohen në intervist. Pastaj të gjitha këto e ka një bazë paraprake. Edhe që kjo është qëllimi i intervistës që zbulon qatë pjesën paraprake se shkak i shkakton. Edhe momentin që zbulohet shkaktari, atëherë punojmë shkaktarin edhe pasoja vetë u shkon të u eliminu. Sa është e vështirë tani me zbulu këtë shkaktarin, me qenë se ndonjëherë edhe vetë si persona nuk është se mund të identifikojmë. Nga ajo pyetja që bëre pak më herët, pse po tutesh, apo tutesh që po futet dikush në shtëpi, jo nuk e di. Domethënë, thjesht nuk është në dieni edhe vetë personi për cili do. E moran këtë rast të frikën. Njerëzit që dojnë mi ndihmu vetes, janë shumë bashkëpunus në intervist, edhe është shumë lehtë mu zbulu edhe shkaktari, po edhe gjithë situata që ti mi ndihmu shumë korrekt matutje. Njerëzit që nuk janë të sigur sa ka mi ndihmu psikologu, i kanë hala me dyshjet e veta ti shka kime mbote, që shumë shpesh ma kanë thonë. Ata janë njerëzit pak e smatë vështirë mi zbulu shkaktarin, edhe derisa nuk e zbuloj shkaktarin, nuk e filloj procesin e punës. Bëj stabilizim të gjendjes, se normal ka ardhur për një hallë dhe nuk mundesh milon, mi thonë s'kam shka të bëj shka. Stabilizim gjendjes bojmë, po trajtim jo. Se pa e zbulu situatën tamam aktuale, çka ka në shkaktan edhe çka ka ndodhur brenda individit, pse kemi mri deri në këtë pikë nuk muj me punu. Unë prapë qëndroj të ajo, se nuk kemi nevojë me hy në shumë detaje dhe me rikthy traumën. Për shembull, të abuzimet nuk kena nevojë me nxit që me rikujtu abuzuesin, me rikujtu skenën në situata të tilla. Mirë po, si abuzim duhet të ceket. Që është shumë e vështirë, hala si ngjarje me pranu një 30 vjeçare tash
te psikologu që ka pas një abuzim. Mirë po, të gjithë ata që dojnë mi ndihmu vetes, do të thotë janë të dy kategoritë, sikur që e thash më herët. Janë ata që vinë për hatrin e dikujt, edhe janë ata që dojnë vetit mi ndihmu. E kanë ndo mendjen edhe dëshirojnë ta shohin veten në pozitiv. Të diskutojmë shumë shpejt edhe varfshmërinë, edhe në këtë rast jo vetëm varfshmërinë ndaj substancave, varfshmëri edhe telefoni kohëve të fundit, nëse ndalemi me e këqyre edhe në këtë aspekt. Telefoni dhe rrjetet sociale janë të e bo punën e vetë ma mirë se të gjithë na që po mundohemi edhe me hapa shumë shpejt. Ka ndërhyjnë familje, ka ndërhyjnë të individi edhe... Në jetën tonë, në të gjithë jetën tonë, nuk është ka legjurëm të mira, nëse përdorim për mirë edhe për zhvillimet tona, okej, është shumë i domosdoshëm për në ndihmon shumë, mirë po dhosh ka keq përdoret. Sidomos në këtë pjesën kur jemi te familja, është pjesa që prindërit janë të lodhën gjatë gjithë ditës, po jetohet një jetë shumë dinamike, dhe kur të vjen në shtëpi nuk ka durimin edhe gjendjen e qetësisë që mu marrë prapë me fëmijën edhe me kërkesat e veta, pja plotësojmë të gjitha kushtet e teknologjisë, mirë po jena të i marrë fëmijët në qafë. Prapë telefoni hin te pjesa e rregullimeve, prapë telefoni hin te pjesa varfshmërive. Pra është në të dy fushat. Kategoritë, po. Po, se pjesë e çrregullimit kryesisht bëhet tek fëmijët për faktin e zhvillimit të fëmijës, se në fazat e para, prej 1 deri në 7 vjet, kur fëmija zhvillohet komplet, është ajo pjesa kur fëmijët kryesisht janë të ekspozuar para telefonave. Qoftë në një kafeteri ku pihet kafja, qoftë në një drek, qoftë në një takim familjar, qoftë në një dasëm, do thotë fëmijët e kanë atë pjesën që mos çohen me bë zhurma, letrinë në telefon. Mirë po kjo po vazhdon edhe në pjesën tjetër se fëmija nuk pahan për ushqehet përmes telefonit, do thotë për përdoret gjithkohon. Edhe për ndikon shumë në zhvillimin e fëmijës, kjo pjesa kur fëmija ka fazën e shprehurit të folurit, kur fëmija ka pjesën e ndërveprimit, do thotë kjo kalon te pjesa e çrregullimeve, kurse te pjesa e varfshmërisë është kryesisht tek adoleshentët. Po përdoret në masë masive, po njëkohësisht edhe po keq përdoret. Do thotë gjithë shka e keqe po bëhet aty. Hala nuk është mri vetëdijsimi që telefoni është varfshmëri edhe që duhet të trajtohet, se nuk është më në nivelin që mund të shmilon. Të gjithë na jena ato e përdorë, të gjithë na muj me thonë me plot fjallin që po afrohemi varfshmërisë, se nëse nisesh me shku në një rrugtim, kimi këshyr rrugën mas pari në Google Map, mandej përveç rrugës, gjatë gjithë kohës jena në tensionin e fotografive, mandej me editimin e tyne, pra gjatë gjithë kohës je i kufizun në... Je duke bërë diçka që ndërlidhet pikërisht me përdorimin e telefonit. Nuk e kjas një herë të largun prej dorës, ose ka shumë prej aty... Por edhe ushqime tash në një recet me shiku në telefon për me pregadit. Në krasimet kaluar që kena pas në një liber. Është kjo pjesa kur telefoni, për shembull, ka shumë njerëz që arsyetojnë veten e mbaj, për shkak se i tut në aterit, edhe përdori për blici. Do thotë nuk shkojnë as në tualet pa telefon. Atëherë këtu kalojnë në dy çështje. Frika ndaj terit edhe varfshmëria e telefonit. Frika ndaj terit ka një bazë krejt tjetër. Po, telefoni është përdorur kundrejt frikës që në të njëjtën kohë ka kaluar edhe në varfshmëri. Kur jemi te niveli 2 edhe te trajtimi i varfshmërive përveç substancave, ka gjetë zbatim shumë të fortë, po flas për Kosovë, në trajtimin e varfshmërisë ndaj cigares. Se trajtimi i varfshmërisë ndaj substancave dhe ndaj alkoolit është një trajtim që shkon paralel me psikiatrin, se duhet bëhet një detoksi i organizmit e mandej në disa procedura. Kurse te çështja e cigares kalohet direkt në trajtimin e varfshmërisë cigares. Ka gjetë zbatim edhe ka tregu një rezultat shumë të mirë. Unë jam shumë e kënaqur që ku mrite kjo pjesë, se cigaria në ditët e sodit, sidomos tek adoleshent, është bërë shumë trendi. Edhe nëse, për shembull, një adoleshent ja afron tjetrit cigaren, edhe ai refuzon një herë, 2 herë, fillon edhe bulizohet, se ti s'po guxon, ti ki prindërit e vështirë, ti pitutesh nanës, ti pitutesh babit, edhe fëmia ndikohet. Qështu të fillon, pavarësisht pse nuk është nashta i gatshë, mirë po ai gjatë gjithë kohës ndikohet sot, ndikohet nesër dhe fillon me kalu në përdorim konstant dhe bëhet i varur. Si ka funksionu edhe si funksionon tani terapia në këtë rast dhe a ka arrit ndonjë sukses që ta lë dikush cigaren pikërisht nga marrja e terapisë? Po, jam në proces të punës me piquj person konsumus të cigares, po ecë shumë mirë terapia, edhe jam shumë e kënaqur me rezultatet, më ka ardhur shumë mirë për individin që e ka pas guximin, edhe ka pa veten që me të vërtetë e ka tepruar dhe don mi ndihmu vetit. Mirë po gjatë gjithë kohës jemi në një farë tensioni, se nuk është e lehtë, po e rëndësishme është të ceket, se gjatë kohës kur jemi në punën e këtyre varfshmërive, se në fillim kur ka ardhur më ka thonë unë nuk më milon cigaren, më thuti leje
mos e dhez. Ideja nuk është me të thonën e mos e dhez, po ideja është me të kriju stabiliteti yt, që ti gradualisht mos me ndihmo nevojë për me shku mi marrë cigaren. Ajo ndodh spontan, nuk ndodh që po të thamone, mirë po ka dalë ndodh edhe funksionon. Po. Nuk duhet shumë kohë gjatë, se terapia funksionon shpejt, njëjtë sikur që e thash me problematika tjera dhe me çështjen e cigares, mrena pak seancave, mirë po të vynë me pas t'i gatishmërinë edhe më konë i durueshëm deri në përfundim. Si do ta bëjë një thirrje sot nga emisioni jonë? Kujt do t'i drejtohesh ndoshta për çfarë lloj problemesh që ata mund të kenë që të drejtohen tek ju për të marrë këtë terapi? Fillimisht të tregu, të i pa rezultate, se si terapi është shumë efektive edhe jep rezultate shumë shpejta. Unë bëj kryesisht thirrje tek prindërit e adoleshentëve, tu e pas parasysh faktin që në ditët e sodit adoleshentët ballafaqohen me kriza shumë të mëdha mendore. Ju vështirëson jetën, ju vështirëson procesin e të mësuarit. Kështu që është shumë e rëndësishme që prindi ta përcjell gjendjen e fëmijës, edhe është shumë e rëndësishme ta kuptoj nëse fëmia është ka mbyllet në vete, se nuk është një çështje me bo hajgare. Nëse fëmia është ka qëndron gjatë gjithë kohës në dhomën e vet, nuk është prej elementeve me thonë tash fëmijët e sodit ç'shtot të rrihen. Jo, nuk rrin fëmijët e sodit ç'shtot pa e pas një hall të madh. Për çatë arsye ju bëj thirrje të parë prindërve që ti monitorojnë fëmijët e tyre gjatë gjithë kohës, edhe të jenë ndihmë atyne. Se nëse shkon në një seancë 2, 3, 5 te një psikolog, ka mu stabilizu situata dhe fëmia ka mu rikthyer në gjendjen reale, ka me vazhdu shkollën. Për dallim nëse fëmia nuk monitorohet edhe shkon gjendja vetëm të rëndu. Pastaj përveç thirrjes për prindërit, për të gjithë ata që e shohin veten e tyre se sikur që e thash më herët, shkakon pse ka më ndodhur gjatë gjithë kohës që kjo, ose për shembull i kam të gjitha të mirat. Po, është kjo pyetje. Po. Unë i kam të gjitha të mirat, e kam jetën shumë të mirë, po pse kam kjo pyetje vjen edhe nga profesionistët e fushës ndonjëherë. Dorën zamër. Na jemi njerëz, sikur të gjithë tjerët, edhe na i kemi ngjarjet tona jetësore, po është shumë e rëndësishme që na para se të dalim në aplikimin e profesionit, të ndjekim trajtimet tona. Pavarësisht çu ka qenë historiku jon para prak, nëse se dhe na kena thonë skemi, po kur kena shku në trajtime kena pa që është ka qenë me rëndësi. Ideja është që kur ti del përpara klientit, ti jesh i përgatitur që çush mi ndihmu mi kalu, jo dhe ti mu përfshin traumen e tij, e mandej të dy të bashk me hije mes me mujt me dalë. E vërtet. Sa zgjat një seancë e këtij lloj trajtimi dhe ku mund të gjejnë? Seanca zgjat sikur të gjitha terapi tjera, pra është 30 deri në 40 minuta, me përjashtim të seancës parë intervistës, ku shkon pakës më gjatë, se është një procedurë derisa klientit lirohet, ta kupton që mundet me pas besim në ty, se është edhe çështja e konfidencialitetit, se sa muj me të besu edhe deri ku jam i sigurt me ty. Edhe mandej gradualisht përfshihet në seancë, i prezentohet terapia, tregohet se çu ka me punu, do thotë është pakës si seancë më gjatë. Mandej tjerat janë sikur të gjitha seancat në psikologji. Pyetjes tjetër ku më gjeni në Prizren? Atje punoj dhe jetoj. Shumë faleminderit Blerta, ishte shumë kënaqësi, po besoj që shikuesit sadopak kanë pas mundësi të marrin informacione edhe pse jo të gjejnë ndoshta një mundësi tjetër, me qenë se kjo lloj terapie tashmë vetë se është ekzistuese dhe praktikohet në vendin tonë. Ishte kënaqësi. Faleminderit.